Avokat, edhe një pyetje ligjore, a duhet vendosur në kontekstin e zhvillimeve të fundit që të ketë një qëndrim sa më të shpejt gjykata kushtetuese? Do ishte gjëja më mirë e mundshme, Ilir. Sigurisht kjo nuk do ishte normale, me thënë drejtën, sepse gjykata kushtetuese ka një lloj agjende të vetën, dhe ti nuk mund t'ia kushtëzosh gjykatës kushtetuese agjendën. Çfarë ndodh kur situata është delikate, avokat? A mund të kemi prononcime duke te kaluar, le themi, radhën e çështjeve dhe dosjeve? Po ka të ngjarë që të bëhet një gjë e tillë. Relatora aty është zonja Sonila Betja, ajo ka në dorë një mënyrë apo një tjetër që ta vendosi ta çojë më shpejt, domethënë, këtë çështjen e zotit Veliaj, me qëllim që të krijonte edhe një lloj ndasie që a do kishte një vendim pro apo një vendim kundër zotit Veliaj. Unë pa paragjykuar fare vendimin e gjykatës kushtetuese, thash kam objeksionet e mia në lidhje me gjykatën kushtetuese, me vendimet e mëparshme të saj, para një viti, para 2 vitesh, para 3 vitesh, dhe shpesh ka treguar domethënë që edhe ajo nuk është në pozicionin e vet që e ka ngarkuar ligji, si tek çështja Xhaçka, si tek çështja e Gjadrit e shumë çështje të tjera të cilat nuk kanë qenë profesionalisht dhe në qëndrimet e një gjykate kushtetuese si kundër ajo duhet të jetë. Gjithsesi, pa e paragjykuar, në qoftë se gjykata kushtetuese do përshpejtoj marrjen e një vendimi për zotin Veliaj, atëherë gjasat janë që vendimi të jetë pro zotit Veliaj. Sepse në qoftë e kundërta nuk do kishte arsyetim. Duhet të kuptojmë, ne nuk duhet të presim që zgjedhjet të bëhen në Tiranë dhe pastaj gjykata kushtetuese të japë një vendim. Nuk duhet shkojmë me paqartësi, me mjegull në zgjedhje. Kujto pak, vetëm për analogji po e marra, jo se janë dy çështje të një llojta. Në 2019 ish kryetari i Bashkisë Vaudejes, Zef Hila, u shkarkua nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama. Jo për të njëjtin Nena, për Nenin 62, po pika 1, shkelje të rënda, kushtetuese të rendit. Zoti Zef Hila shkoi në gjykatë kushtetuese dhe në vitin 2021 e fitoi çështjen e tij. Mirë po, nga 2019-2021 ishte rrugullisur shumë gjëra. Dhe sikur të donte, zoti Hila nuk thjeshe më kryetari bashkë, për më tepër që ishte bërë deputet më në Kuvendin e Shqipërisë. Por ajo që është shqetësuese, Ilir, duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër. Unë kur kam lexuar memon e juristëve të presidencës, jam skandalizuar. Sepse unë mund ta mirëkuptoj zotin Begaj, është president, nuk ka jo domosdoshmëri duhet të ketë njohuri juridike, po ai ka një staf juridik aty, po të them jam skandalizuar. Se si mundet juristët të thonë, shiko se vendimi nuk duhet ishte për gjykatë kushtetuese ankimimi, por duhet ishte për gjykatë administrative, kjo është pastaj domethënë ta fillosh juridikun dhe një nga e para, miku im. E kuptova.